jon. Ne nuk kemi punë në Iran. Kemi deklaratë tjetër nga kancelari Merz, i cili tha, kjo nuk është luftë e Europës. Pra teknikisht kemi të bëjmë me një Amerikë e cila po ndodhet vetëm në këtë momente që po flasim. A sjell kjo problematik në NATO? Është tjetër çështje. Nga njëra anë, domethënë, nëse do fokusohemi tek të çështja e mënyrës së funksionimit të NATO-s, do të kemi parasysh që NATO nuk është një aleancë agresive, por është aleancë defensive, është mbrojtëse. Pra në këtë moment që po flasim, është Amerika agresor ndaj Iranit. Kjo është narrativa e cila po ndjekin vendet europiane, duke shprehur që ky nuk është një konflikt i cili na takon neve. Qartë, por përveç probleme ndoshta që do të sillte për NATO-n, mendon se një dalje e mundshme e SBA-s pra nga NATO do të sillte ndoshta një goditje fatale për të gjithë rendin aktual ndërkombëtar? Një dalje e Shteteve të Bashkuara nga NATO do ishte katastrofë për NATO-n. Praktikisht mund të themi që NATO mori fund. Në qoftë se Amerika del, NATO merr fund. Do të kemi parasysh faktin që 50% e buxhetit të NATO-s, mbi 50% e buxhetit financohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerika. Në qoftë se do të shikojmë muskujt kryesor të NATO-s sot, ato dominohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teknologjia e cila përdor NATO është teknologjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjeneza e NATO-s, krijimi i NATO-s, ideologjia e Traktatit të Atlantikut Verior është pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qoftë se do të keni parasysh kriteret që duhen për të dalë nga NATO, e para është artikulli 13 i NATO-s. Artikulli 13 i NATO-s e ka shumë të kollajt. Cili do vend antar mund të dalë nga aleanca. Pika parë. Pika dytë është vendi aleat i cili dëshiron të dalë nga aleanca, këtë kërkesë duhet t'ia çojë Shteteve të Bashkuara të Amerikës si vendi themeltar i krijimit të NATO-s. Edhe pika e tretë është kërkesa për dalje nga NATO. Duhet bërë një vit përpara. Pikat kryesore ishte lajmërimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra praktikisht po kërkohet që supozohet që Amerika do të dalë nga pjella vet, nga krijesa vet. Që teknikisht më jep përshtypjen që është diçka e cila nuk mund të ndodhi. Pra Amerika të heqë dorë nga investimi i saj kryesor. Është pak e vështirë për të perceptuar, kështu që jo vetëm për të perceptuar, po edhe për të arritur nga ana tjetër. Pavarësisht presionit të cilët bëhen nga ana tjetër. Qartë, por sa i përket edhe konfliktit për tashmë në lidhjen e mesme Iran, Izrael, SBA, mendon se vetë presidenti amerikan Donald Trump u fut pranë në këtë konflikt pa pasur ndoshta një plan të qartë për daljen nga kjo luftë? Shikoni, për sa i përket konfliktit në Iran, do të kemi parasysh diçka e cila është shumë delikate. Ta lëmë parasysh, ta lëmë me një anë çështje njerëzore, merremi vetëm tek strategjia e luftës e cila ka ndodhur. Po parashikohet, po supozohet një disfat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në asnjë moment nuk ka qenë disfat e Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Kemi të bëjmë me një shtet i cili vazhdon ende bombardimet ndaj infrastrukturës së Iranit, ndaj objektivave ushtarake dhe objektivave ekonomike. Do të kemi parasysh faktin që Amerika në këtë moment ka thënë ne nuk po godasim infrastrukturën energjetike. Po të referohemi deklaratës së presidentit Trump të zhvilluar dje, ishte shumë i qartë. Mund t'u kthejmë në epokën e gurit. Dhe këtë gjë, fatkeqësisht Amerika e ka bërë. Ne si botë sot kemi shembull real të kësaj gjëje. Është Bagdati nga njëra anë dhe Kabuli nga ana tjetër. Vende të cilët Amerika ja ka treguar vendin. Unë e kuptoj dhe sjelljen që ka Republika Islamike e Iranit. Po të referohemi deklaratës së presidentit Trump të zhvilluar dje, kishte disa pika. Një nga pikat ishte
Iran bully of Middle East, do më thënë bullizuesi lindjes mesme, diçka të cilën Trump e ka thënë dhe më përpara. Përpos kësaj u mor me çështjen që Irani është vendi i cili financon proxyt, military proxy, pra vendet të cilat zhvillojnë luftime terroriste. Pra teknikisht në sytë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, regjimi Ajatollahut është një regjim kriminal terrorist i cili financon krime kundër njerëzimit. Unë mbështet presidenti Trump edhe tek ajo çfarë bëri Hamasi ndaj Izraelit, pra sulmi terrorist, pra duke përshkruar financimin e luftës që bën Irani totalisht diçka jo ortodokse, e cila në thelbin e saj nuk ka goditjen e objektivave ushtarak, por goditjen e civilëve. Më po, përpos kësaj, u mor dhe tek çështja ekonomike. We have oil, tha. Kemi një marrëdhënie të mrekullueshme me Venezuelën dhe ne kemi naftë. Amerika nuk ka nevojë për naftë. Duke bërë thirrje vendeve europiane të cilët do të ndërhynin në Hormuz për të siguruar naftën e tyre, sipas presidentit Trump. Përpos kësaj, ishte edhe shumë i qartë në deklaratën e bërë. Ne jemi të hapur për negociata. Do të keni parasysh që arma politike i cili do shteti është vendosja e negociatave në vend të parë, pa çka aftësisë që ka ky vend për të sulmuar. Duke pasur parasysh edhe regjimin e Ajatollahut, i cili është totalisht një regjim autoritar, presidenti Trump u mbështet edhe në faktin ne nuk mund të presim shumë nga një regjim i cili ka vrarë rreth 45.000 njerëz të vetët, duke u referuar këtu sulmeve të mëparshme të zhvilluara dhe protestave të zhvilluara në Teheran dhe në gjithë pjesën tjetër të Iranit. Pra, në konkluzion të gjithë kësaj situate, presidenti Trump ishte shumë i qartë. Ne jemi të gatshëm ta kthejmë Iranin në epokën e gurit. Në mesjet. Ata mund ta bëjnë këtë gjë. Faktet kanë treguar që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë teknologjinë. A duhet bërë kjo, duhet pasur parasysh edhe ana tjetër e kostos humanitare që mund ta sjellë. Por të thuash sot që Shtetet e Bashkuara kanë dështuar në Iran, nuk jemi ende në gjendje ta themi. Jemi akoma në fazën e absurditetit. Por, pse nuk kemi një dakordsi re mes aleatëve për përfundimin e kësaj lufte? Përse përket çështjes së aleatëve, është diçka e cila fare mirë mund të perceptohet në zhvillimin e kursit politik që ka ndjekur Europa gjatë gjithë këtyre dekadave. Kemi të paktën 15 vite që Europa qëllon e kufizuar nga krizat e njëpasnjëshme. Pra kriza financiare, ishte kriza e migrantëve, e cila vazhdon akoma thellohet edhe sot e kësaj dite. Po të shikojmë me detaje. Elementi kryesor i vendeve europiane është lufta ndaj emigracionit të paligjshëm. Është një situatë që ne kemi parë në Francë, e kemi parë në Britaninë e Madhe, e kemi parë në Gjermani, e kemi parë në Itali. Është një situatë e cila e ka dhënë më tepër frym partive të djathta për të ardhur në pushtet. Ky është halli i Europës. Halli i Europës është se si të ngrihet ekonomikisht edhe politikisht për të rikthyer ato norma të cilat kanë qenë përpara shumë vitesh, të paktën flasim përpara gati 2 dekadave. Ky është halli kryesor i Europës. Përpos tyre shtoi dhe një luftë tjetër e cila po zhvillohet në kufi në Ukrainë. Prandaj në këtë moment çështja e Iranit për vendet europiane, të Europës perëndimore flasim, sepse ato janë vende të cilat kanë kapacitete ushtarake për të ndërhyrë. Shikohet si diçka periferike. Prandaj në këto kushte që jemi tani, këto janë pikpamjet kryesore të Europës, kurse Amerika nga ana tjetër e ka tekaluar këtë gjë. Ka marrë një kurs politik totalisht tjetër dhe një lloj zhvillimi ekonomik totalisht tjetër, kështu që kjo është arsyeja pse Europa ndjet e ndarë dhe nuk është e gatshme për të